Ulja e ndjeshme e temperaturave që ka përfshirë qarkun e Korçës pritet të ketë ndikime në sektorin e bujqësisë, kryesisht tek pemët frutore bërthamore, si qershia, kumbulla dhe pjeshka. Ekspertët paralajmërojnë se ndryshimet klimatike mund të shkaktojnë dëmtime në sythet dhe lulet e pemëve, duke ndikuar drejt për drejt në prodhim. Në këto kushte, fermerët duhet të marrin masa mbrojtëse për të kufizuar efektet negative të temperaturave të ulta. Në bërthamore, të cilat një pjesë e tyre kanë çelur, mund të shkaktojë dëmtim të luleve dhe mund të rrezikojnë dhe prodhimin. Prandaj fermerët duhet të jenë të kujdesshëm që të zbatojnë në vazhdimsi shërbimet agroteknike në pemëtoret e tyre, për të parandaluar në një farmase dëmtimet e luleve të këtyre bërthamoreve, të ndezin zjarret në mëngjes, sepse tymi i tyre do të eliminojë në një farmase dëmtimet e luleve. Ndërkohë për të lashtat si drithrat dhe kulturat e tjera bujqësore, nuk pritet që kjo situatë të ketë ndikim të madh, pasi këto bimë janë më rezistente ndaj luhatjeve të temperaturës. Të lashtat e durojnë, janë vetë nga natyra e tyre, nga biologjia e tyre, domethënë që nuk e durojnë temperaturat e ulta dhe nuk besoj domethënë që do ketë dëmtime në të lashtat. Po të vazhdojnë rreshjet të dëmve, duhet të marrin masa për kullimin, që është një masë shumë e domosdoshme. Pasi kullimi krijon një regjim të përshtatshëm ajror-ujor tek bimët, të cilat rritin kapacitetin shfrytëzues të rrenjve, domethënë nuk e pengon, nuk asfiksojnë rrenjët, nuk rriten bimët të dobta dhe do të ndikojnë në prodhimin e ardhshëm. Ekspertët i këshillojnë fermerët të ndjekin parashikimet e motit dhe të zbatojnë praktikat e duhura agroteknike për të ruajtur cilësinë e prodhimit në këtë periudhë me ndryshime të papritura klimatike.